Asalamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame dhe ju shikues që po na ndiqni në YouTube dhe në Facebook. Ju përshëndesim të gjithë juve dhe ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm edhe sonte në emisionin Jeta me Kur'an. Do të jemi së bashku me profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha, të cilin ne përshëndesim. Asalamu alaikum dhe i dëshirojmë mirëseardhje edhe sonte në program. Aleikum selam wa rahmetullah moderator, mirë se ju gjejmë dhe mirë se i gjejmë edhe teleshikuesit tanë, dëgjuesit tanë, kudo që të jenë, mirë se vinë. Allahu ju rujt, Allahu ju shpërblet. Amin. Të dashur miq, të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, siç na keni ndjekur edhe në javën e kaluar, kemi nisur trajtimin e një teme mjaft të rëndësishme, mjaft interesante. Pikërisht jemi duke folur për sistemin moral etik në Islam. Është, do të thotë, kjo pjesa e dytë ose vazhdimi i javës së kaluar që e kemi nisur së bashku me doktorin. Prandaj edhe juve që po na ndjehni, ju ftojmë të bëheni pjesë e programit duke na drejtuar pyetjet tuaja, pyetjet të cilat do të keni mundësi ti dërgoni në +383 44 88 698 nëpërmes Viber e WhatsApp, ndërsa adresa e Skype-it është Radio Dituria Islame. Këto janë mundësi pra që ju të bëheni pjesë e programit me pyetjet tuaja dhe sigurisht do t'ju lusja që pyetjet tuaja të kenë kryesisht, mundësisht drejtimin në temën të cilën po trajtojmë. Duke pas parasysh që çdo javë ne do të marrim çështje të ndryshme specifike për cilat trajtojmë dhe do të gjejmë edhe kohën e mundësinë që të trajtojmë çdo lloj pyetje radhazi temë pas teme. Prandaj, unë duke mos dashur që të humb kohë shumë, menjëherë do të kaloja fjalën tek doktori për të nisur trajtimin e pjesës së parë të programit e më pas ne do të kthehemi me një shkëputje të vogël me një ilahi dhe më pas kthehemi në pjesën e dytë, ndërsa pjesa e tretë dhe e fundit i bie që të jemi në pyetjet e përgjigjet tuaja. Prandaj, menjëherë kalojmë fjalën tek doktori për të nisur në trajtim të kësaj teme. Faleminderit moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Gjitha falënderimet, gjitha lavdatat i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahu xhallashanuhu, krijuesit të gjithësisë, krijuesit ton. Salavatet tona, selamet tona, përshëndetjet tona më të përzemërta dhe më të sinqerta të gjithë së bashku me ju ja dërgojmë pejgamberit më të mirë, pejgamberit më të dashur të Allahu xhallashanuhu, Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe për të gjithë ata të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. I lutemi Allahu xhallashanuhu me na nxjerr prej territ të dyshimeve në dritën e realitetit dhe besimit, me na nxjerr nga terri i skepticizmave dhe me na drejtua dhe udhëzua në dritën e Kur'anit dhe të rrugës së tij dhe të rrugës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shikues të nderuar, kudo që të jeni, mirë se vini në emisionin ton të radhës Jeta me Kur'an. Jeta me Kur'an do me thonë jeta si lyp, ashtu Allahu xhallashanuhu. Jeta me plan program të Allahu xhallashanuhu, me katalog të Allahu xhallashanuhu, për të arritur kënaqësinë dhe rahatin shpirtërore dhe psiqike në këtë jetë para jetës tjetër. Javën që shkoi debatum pjesën e parë të emisionit sa i përket çështjes sistemit etik dhe moral në Kur'an, apo kodi etik apo moral në Kur'an.
Dorsa sonte inshallah do të vazhdojmë me pjesën e dytë, çka ka të bëjë me kodin etik apo moral në Kur'an, krahasim me ata të perëndimit dhe studimet perëndimor. Temat që që i përmbajnë misioni sonte është sonte do të ndalemi inshallah me disa reformator bashkohor islam në fushën e shkencave kuranore e pikrisht në çështjen e kodit etik apo moralit kuranor. Do të njihemi me disa personalitete të cilët kanë dhe kontribut të madh në këtë çështje. Do ndalemi te libri i tij madhështor, Kodi etik në Kur'an dhe përmbajtja e tij. Pjesët përbërëse të kodit apo të sistemit etik në Kur'an, detajisht do t'i njehim pjesët. Pastaj do ndalemi inshallah te burimet obligative të kodit etik, pastaj detalet e kodit etik individual, se do të vjen social, do të vjen pastaj shtetëror e tytje më radh, e do ndalemi te pjesa individuale, e pastaj do ndalemi te urdhëresat, ndalesat dhe parimet e lejuara për emergjencë, në raste emergjente. Lusë Allahu xhaleshanhu më na lehtësua shtjellimin e këtyre pikave. I vetmi është ai i cili na mundson, me na dhon mundin apo me na dhon forcën e shprehjes së mirë dhe të kuptueshëm, si është lutur Hazreti Musa alayhis salam kur ka shkuar te Firauni, ka thonë Allahut, ja Allah, Rabbi shrah li sadri, o Zot, ma zgjara gjoksin tim, më jep forcë shpirtërore nga zemra, wa yassir li amri, edhe ma lehtëso çështjen time, misionin tim që do ta kem para Firaunit, po wahlul uqdatan min lisani, edhe vështirësi që i kam në gjuhë, pengesa të folurit, pengesa të shprehurit, o Zot, ti liroj nga këto pengesa, mi lehtëso mua këto pengesa, yafqahu qawli, në mënyrë që ata të më kuptojnë. Edhe unë Allahu xhaleshani lutem me na lehtësua çështjen tonë, gjuhën tonë, që të jemi më të kuptueshëm. Mos harroni gjithmonë, e kujtoj vetëm dhe ju sistemet islame që janë të shpallura në Kur'an dhe në Sunet të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po flasim në aspektin akademik, fetar dhe shkencor, se si funksionon jeta me Kur'an, me shariat. A funksionon jeta vetëm me një shpatë në dorë edhe me bërtit Allahu Akbar, apo me një kalash në dorë dhe me shku në luftë Allahu Akbar, a funksionon kështu shariati? A funksionon jeta vetëm me bërtimje e me dhunë? Mirë po, a ka do një koment tjetër se si funksionon jeta me Kur'an? Këta janë disa pyetje aktuale që po mundohemi ne mi u përgjigj, edhe përgjigjja është shtjelluar detajisht në këto emisione, në këto slajda, përkatësisht në këto emisione të caktuara, që na po flasim rreth sistemeve islame. I kemi parasysh këta sistemet, sistemin e besimit që do të flasim inshallah edhe para të, po sistemin moral, sistemin familjar, sistemin social, sistemi ekonomik, sistemi politik dhe sistemi vakufeve. Po kalojmë në pjesën e parë, kodi etik individual në detaje. Urdhëresat, kemi të bëjmë njerë me urdhëresat, kemi të bëjmë me ndalesat, pastaj kemi të bëjmë disa parime të lejuara, pastaj parime të lejuara për emergjencë pjesën e parë. Mos harroni këtë apel. E thras veten dhe ju për një revolucion të heshtur, për një reformë shpirtërore të jetës tonë etike dhe morale. Të bëjmë një dy kthim radikal në rrugën e Allahu xhaleshanuhu, duke filluar këtë kthimin radikal dhe rrënësor nga zemra, nga mendimet. Kur bëhet ndryshimi në zemër dhe në kokë, shifet, demonstrohet bereqeti i ndryshimeve pozitive, shifet bereqeti i ndryshimeve pozitive në sjelljet tona, në punët tona. Prandaj si ka thënë edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, në trupin ton kemi një copë mish.
Ajo copë është copa e zemrës. Po, nëse përmirësohet, rregullohet, do të rregullohen gjitha çështjet, po kur prishet edhe ajo copë, ajo zemër, atëherë mos habitemi pse edhe sjelljet janë të prishura. Prandaj, i bëj thirrje vetes dhe juve që të bëjmë një ndryshim me një vendosmëri, me një sinqeritet dhe me një pendim të sinqert të Allahu xhaleshanuhu, dhe ta bëjmë një kthes të madhe në jetën tonë ka ky revolucion moral etik. Sonte, vëllezër të ndershëm, motra, ju që në përna përcjellni intelektual, shok dhe hoxhallar, Allahu ju rujt dhe ju shpërbleft, do ta paraqesni një personalitet shkencor, akademik, shumë me rëndësi të madhe. Në pikat të shkurtëra, sonte kemë të bëjmë me profesor doktor Muhammed Abdullah Darraz. Muhammed Abdullah Darraz, rahmet i pas shpirti. Ka lind në vitin 1894 dhe ka shkuar te Allahu xhaleshanuhu, ka dhënë shpirtin e tij në vitin 1958. Pak vite ka jetuar, por ka qenë i caktuar nga Allahu xhaleshanuhu. Studimet e para i ka marrë në Egjipt. Studimet fillestare të shkollës mesme, fillore, po ashtu edhe fakultetin e Azharit. Pastaj vjen dekreti dhe urdhri nga Universiteti i famshëm botror Azhari në Kairo, që tërgoj disa delegacione, disa student në Francë për të studiuar studimet larta postdiplomike dhe për të studiuar kulturën e tyre, jetën e tyre. Kjo ka qenë një rrymë në Egjipt, ka fundi i shekullit 19. Ashtu, vitet do të thotë 1880-1870 kanë filluar do të thotë të shkojnë grupe dhe ekspedita të studentësh jashtë, dietarë që të studiojnë jashtë, në mënyrë që të marrin disa reforma edukative arsimore dhe të përfitojnë nga eksperjenca e tyre. Këtë kohë, gjuhën e dietarëve, hoxhallarëve, njihet fort mirë, domethënë si koha asrul hadatha, koha e modernitetit apo modernizmit, kur ka filluar do të dietarë të binë në kontakt me shtetet huaja. E sidomos me Francën për këtë azi, me Parisin, me Universitetin e Sorbonit. E ndërta ka qenë edhe profesor doktor Abdullah Darrazi, i cili ka pas fatin me shku atje në Paris. Kur shkoj atje, për një kohë nuk deshti me njëherë që të futet në temën e doktoraturës apo të masterit, se ai vetëm i kishte bërë studimet e hershme dhe kishte marrë atë igjazetet e larta të asaj kohe në Egjipt, që sot ato krahasohen me magjistraturë, me doktoraturë, el ijazetul ali i thënë, gjuhën arabe apo gjuhën e asaj kohe. Por përsëri profesor doktor Abdullah Darrazi hyri në fakultet për mi studiu shkencat humane dhe njerëzore të rëndimit, po në mënyrë të veçantë Francës. E mësoj gjuhën franceze mirë, bukur, dhe filloj me studiu përsëri studimet e larta postdiplomike, e mbaron edhe magjistraturën edhe doktoraturën, dhe tema e doktoraturës që do ta zgjidhte, apo që ka zgjedhur profesor doktor Abdullah Darrazi, ka qenë në gjuhën franceze La morale du Coran, La morale du Coran. Kështu gjuhën franceze u mundove me lexue, kushtetuta e kodit apo etikës në Kur'an. Gjuhën arabe i vjen Dusturul akhlaq fil Kur'an. Dustur i thënë kushtetutës. Detalet spjegune, çka është kushtetuta e moralit në Kur'an, si qëndron. Po, qëndroj atje në Francë për plot 12 vite, edhe ka përjetu luftën e parë botërore edhe luftën e dytë botërore. I ka pas afër 12 fëmijë, rahmet i pas shpirti, të gjithë kanë qenë
me namazli dhe fëmijë me edukat familjare fetare të Kur'anit. Mbi gjitha çka jam impresionu me këtë dietar rahmeti pa shpirti, me këtë profesor, ka qenë edhe njeri i cili në ditë i ka lexuar 6 gjuza të Kur'anit. Nuk e ka kaluar ditën, do thotë e pamundur me kalu dita, ai pa i lexuar 6 gjuza të Kur'anit, do thotë 120 faqe bëjnë, që një gjuzë i ka 20 faqe. Këta e dëshmojnë edhe shokët e tij, dietarët, kolegët e tij, dhe është më së ditur për biografinë e tij, rahmeti pa shpirti. Është dallon nga të tjerët me lexim, do thotë me përkushtim të madh të Kur'anit, gjë që ndër vete ka një mesazh të madh për ne, xhallarët e sodit, studiuesët e Kur'anit, hafizllarët e sodit, ku për neve që nuk jemi duke ja dhënë hakun në Kur'anit ashtu si duhet. As me lexim e le mu me kuptim. As me lexim e mos flasim edhe me kuptim apo me interpretim. Se dashuria e madhe ndaj Kur'anit demonstrohet edhe një herë me lexim të vazhdueshëm, me përsëritje, me namaz nafile natën, o me lexim në kohrat e caktuara, mas namazit sabahut, mas namazit yatsis, mas çdo kohë të namazit, po pastaj të gjitha kur lexojmë edhe shpesh, po atëherë edhe na lehtësohet edhe kuptimi, edhe interpretimi. Rahmeti pa shpirti. Libri i tij, Kodi etik në Kur'an, është dëshmuar nga orientalistët francezë të asaj kohë, si Louis Massignon, e tjerë, që kanë qenë dëshmitar gjatë mbrojtjes së temës së doktoraturës, sa që kanë dëshmuar në sallën e mbrojtjes së doktoraturës, se të gjithë gati do të bëhemi musliman. Çaq që na ka impresionuar, çaq që na i ka mbush mendjen ky njeri me këtë libër. Nuk kanë mujt me gjetë asnjë gabim shkencor në këtë aspekt, pa as edhe gjuhësor. Libri pastaj është përkthyer në gjuhën arabe nga profesionalist, nga profesor doktor Abdus Sabur Shahin, një dietar i njohur i Egjiptit, i Azharit, dhe edhe ai dëshmon për këtë realitet që po flasim. Libri në fjalë i ka këto temat kryesore. Prandaj ky reformator meriton të studiohet, dhe ky libër Kodi etik i Kuranit, shpresoj që një ditë inshallah të përkthehet edhe në gjuhën shqipe, edhe gjuhë tjera të Ballkanit, në mënyrë që t'ia shohim hajrin dhe vlerën na studentët, hoxhallarët, xhamati, muslimanët në përgjithësi. Po, përmbajtja dhe temat kryesore të librit e bën me një hyrje shumë të rëndësishme rreth Kuranit, po historikun e Kuranit, zbritjes së Kuranit, shpalljet, do të tubimi i Kuranit, mësimi i përmendesh i Kuranit, interpretimi, do të thotë, pastaj vjen në këtë çështje kodi etik në detalet që na do t'i flasim. Në hyrje, pas hyrjes në Kur'an, komenton këto rahmeti pa shpirti, qëndrimi i dietarëve perëndimor dhe burimet e tyre shkencore greke, po krishtere dhe hebraike. Me një studim të thukt dhe detal, po e bën një studim kritik se të perëndimort, orientalistët e perëndimit, dietarët e perëndimit, qëllimisht i kanë anashkaluar burimet islame sa i përket kur kanë fol dhe kanë shkruajt për moralin dhe etikën. Kryesisht ju kanë përbajt tematikave të filozofisë greke, filozofia greke e vjetër, e pastaj edhe studimet që kanë ardhur më vonë, po perëndimit e shekujt, do të thotë 15, 16, 17, deri në kohën moderne, shekullin 18, kohën e iluminizmit, po e këtu e dëshmon këtë realitet që orientalistët dhe perëndimorët qëllimisht këtu nuk ju kanë referuar bazave islame për ta treguar realitetin e kodit etik. Çfarë mendimi apo si e shef Kurani apo feja islame çështjen e moralit. Prandaj këtu e bën një studim kritik, thellë, duke i kritikuar ata, dhe ne pajtohemi plotësisht me këtë
do të teori, këto përfundime, se dhe sot e asaj dite, ky fenomen i anashkalimit, të qëllimt, vërehet në studimet e perëndimorëve. Vërehet se jenë të një anshëm, aty këtu dallohen disa që mos i bëjmë zullum, pa drejtësi, aty këtu dallohen njihen e gishta që kanë qenë objektiv, kanë qenë të drejtë. Përndryshe, krejt janë anuar do të thotë nga misioni i tyre krishter apo hebraik, apo anti-islam me fjalë tjera, dhe s'ju kanë referuar bazave dhe referencave islam origjinale kur kanë folë për islamin. Kjo vërehet në studimet e tyre kur flasin edhe për kolektivitetin apo tubimin e haditheve të pejgamberit alayhis salam, për tubimin e Kur'anit, se si është tubuar në një Kur'an gjatë historikut, kopjet origjinale të Kur'anit, metodat dhe metodologjit të ndryshme të komentimit të Kur'anit, të tafsirit, dhe rrymat bashkohore moderne anti-islame, të cilët tentojnë me sulmue të thotë islamin, dhe se nuk ka diçka aty që është wahyi, shpallje, tër angazhimi i tyre. Inshallah do të shohim nëse jem shëndosh dhe rahat detale këtë çështje, me misione tjera, tër angazhimi i tyre, tër përpjekja e tyre ka qenë që ta kpusin wahyin, ta eliminojnë, nuk ka shpallje Kur'ani. Është vepër e Muhamedit alayhis salam. Nuk ka Gjibril, nuk ka Melaçe, nuk ka diçka që është lidh pejgamberi alayhis salam me Gjibrilin alayhis salam me Allahun xhalla shanu. Qëllimi ka qenë që Kur'ani të vijë të njëjtën nivel me Biblën, me dhjatën e re dhe me dhjatën e vjetër. Si vjen në njëjtin nivel, tani këta modernistat, këta, do thotë me këto qëllime të dyshimta, të këqija, e kanë marrë pastaj, kanë filluar me studiu në aspektin lingvistik të ajeteve apo të surave të Kur'anit, siç kanë bërë studime lingvistike të Biblës, kanë studiu në aspektin social, studimet, kanë bërë studime komparative, kanë studiu aspektin antropologjik, Biblën, dhjatën e re, dhjatën e vjetër dhe Tevratin, edhe kanë filluar pas edhe Kur'anin me krahasu me studime antropologjike, sociale, lingvistike, duke elaboruar rreth tekstit të Kur'anit, se është tekst do thotë i shpallur nga vetë Muhamedi alayhis salam, prandaj ne duhet të detyrohemi që të bëjmë digging, i thënë gjuhën angleze, e gjuhën arabe, hafër, me grupue, me thellue kokën e autorit Muhamedit alayhis salam, sa ai është autori i Kur'anit, çka ka dashur me thonë me këto fjalë. A ka qenë në presion, a ka qenë i sëmur, apo s'ka qenë i sëmur, me gjitha këto dyshime dhe skepticizma dhe pralla po them, rana, se kjo në realitet shkencor, nuk ka diçka që është të vërtet, kështu mundon me i prezentue burimet islame para dikujt tjetër. Kjo është de facto. Këtë lëndë kemi dhënë edhe studentave të magjistraturës, një ndër fakultetet më të njohura edhe këtu në Katar, studimet perëndimore, qasjet perëndimore në studimet të Kur'anit. Kemi lëndë speciale për këto dhe material special, inshallah do të vim në detajisht se si ka filluar historiku i këtyre. Prandaj, ishte kjo një lidhje e mendimit me profesor doktorin Muhammed Abdullah Darraz, se perëndimorët, apo dietarët e perëndimit, qëllimisht i kanë anashkaluar, do thotë, burimet kuranore dhe s'jon kanë referuar Kur'anit për me njoftë realitetin e etikës. Pastaj është ndalë në 4 pika kryesore, profesori në librin e tij, është ndalë të çështja përgjegjësia individuale, se si nënkuptohet përgjegjësia individuale, se si kuptohet çështja e obligimit, do me thonë, law enforcement, i thënë gjuhën angleze, do të përforcimin apo aktivizimin e ligjit, si kuptohet çështja e obligimit, do të të individit, si kuptohet dhe çështja e shpërblimit
kush punon me këtë moral, çfarë shpërblimi ka, po, se këto temat janë debatuar, do të thotë, edhe tek perëndimorët, edhe të studiuesit e hershëm, po, e këtu është në armin e studim kritik profesori ynë rahmeti pas shpirti Muhammed Abdullah Darras. Ese në fund, si zakonisht, pasi që diagnozohet gjendja, e ka dhënë vështrim, domethënë në diagnozim të gjendjes, pastaj ka hyrë në detalet e kodit etik të Kur'anit. Këto ishin ato pjesë kryesore të përmbajtjes së librit. Normal, gjatë studimit këtu i ka përmendur edhe dietari Jonin, profesori Ndje Rahmeti pas shpirti, që dietarët e hershëm islam janë marrë me çështjen e moralit. Nuk kanë të thotë vetëm një çështje që në këtë shekull ky është i parë, jo. Që nga kohrat shekujt e hershëm, dietarët islam do thotë janë marrë me çështjen e moralit dhe të etikës dhe kanë shkruajtur nga këndvështrimi i tyre, si Imam Abu Hamid al-Ghazali në Ihya Ulumuddin, në ringjallja e shkencave islame, si Imam Ibn Maskawaj në librin e tij Tahdhibul Akhlaq, po çështja etike e moralit, po si libër Imam Adh-Dhari'a lil Asfahani, po edhe ai ka shkruar në këtë çështje. E përmendëm edhe librin Mudawatun Nufus të Imam Ibn Hazmit para 1000 viteve, po shërimi i zemrave, dhe thot, pastaj Imam Ibn Taymija është marrë me këtë çështje, Imam Ibn al-Qayyim, studenti i tij, është marrë me këtë çështje. Mirë, po për me e treguar tani dobësinë e studimeve perëndimore dhe një anshmëri e perëndimit dhe dobësinë e këtyre studimeve perëndimore, tani ky dietari joni, ky profesor joni, që është dalluar, do thotë, edhe me studime islame, po edhe me studime perëndimore bashkohore, këtu tani do thotë e ka tregu realitetin dhe madhështinë e Kur'anit, që është, do thotë, një libër i shpallur nga Allahu xhaleshanuhu, s'ka dyshim në të, dhe se ligjet dhe parimet dhe kodi etik, sistemi etik e moral i përmendur në Kur'an është hynor, nuk ka të bëj me ndjenjat e njerëzit apo me filozofinë njerëzore apo me idena të ndryshme njerëzore, me çpike njerëzore. Po është hynore, është nga Allahu xhaleshanuhu. Kur vjen tani dietari Jon Rahmeti pas shpirti në këtë pikë këtu të etika individuale, po këtu i ndan këtë çështje 4 pjesë. Pjesa e parë që ka të bëjë me urdhëresat, gjonat, domethënë, që obligohet çdo individ me i realizu këtë çështje apo këto parime, pastaj kalojmë pjesën tjetër në ndalesa, gjërat, parimet që nuk janë të lejuara, pastaj kalojmë pjesën tjetër të lejuara në përgjithësi, të lejuara absolute, do të jenë halal, mubah. Po, pastaj pjesën e katërt të etika individuale, kalon profesori në librin e tij, po, kodi etik në Kur'an, la morale du Kur'an, të lejuara për emergjencë, në raste specifike që janë të lejuara. Kjo është për etikën individuale. Pastaj flet për etikën familjare. Etika familjare fillon me këtë temën etika ndaj prindërve dhe fëmijëve, si duhet të sillen, po, pastaj etika bashkëqortore, që është shumë më rëndësishme kjo për çdo kohë, edhe për ne do thotë, po, pastaj etika ndaj të afërmive, pastaj etika e trashëgimisë. Shifni tani, nga etika individuale, personale, kalojmë në familje, bërthamën do thotë, familjare më të gjerë, duke i debatu këto çështje, etika e prindërve, bashkëqortore, ndaj të afërmive, etika e trashëgimisë apo morali i trashëgimisë, kodi. Çka thot kodi ynë fetar çështën e trashëgimisë? Po, pastaj kalon libri në etikën sociale.
Po ashtu si etika individuale dhe familjare dhe etika sociale janë urdhëresat, po i kemi pastaj ndalesat, pastaj i kemi edhe rregulla ligje edukative të përgjithshme, Shifni se si është duke shkuar studimi, aspektin logjik, metodologjik, shkallë, që të kuptohet në mënyrë të mirë dhe të implementohet pa problem. Nuk bën ti përzim etika individuale, etika familjare, pastaj etika sociale më gjerë, pastaj edhe në fund e kemi këtu etikën qeveritare apo etika e shtetit. Po, marrëdhëniet reciproke, obligimet dhe të drejtat e qeveritarit ndaj popullit dhe obligimet dhe të drejtat e popullit ndaj qeveritarit. Kjo është një më rëndësi. Pastaj e ka përmendë edhe çështjen detajisht marrëdhëniet e jashtme ndërkombëtare. Sepse dini Islam, si kemi potencuar disa herë, në mesazhet e tija përmban thirrje ndërkombëtare, universale për të gjitha popujt, pa dallim ngjyre, pa dallim race, feje, dhe kombi dhe gjuhë. Ja ayyuhan nas, inni rasulullahi ilejkum jemia, o ju njerëz. Po, titulli përgjithshëm, tu futën gjitha llojet e njerëzve. Unë jam i dërguar i Allahut xhaleshanu për ju të gjithë. Prandaj, besoni dhe ejani pas mësimeve të mia. Këto ishin ato 4 pjesë të rëndësishme të librit përmbajtjes kryesore që i ka përmend. Pastaj ndalet tu profesori Rahmeti Pashpirti burimet obligative të kodit etik në përgjithësi. Me çfarë të drejtë ne mundemi me obliguar dikant që mi tha ati sillu kështu, vepro kështu, mos bën kështu, me çfarë të drejtë? Kush për na jep neve këtë të drejtë ligjore? Gjatë historisë e përmend dietari, se libri, disertacioni doktoraturës që ka shkruar Rahmeti Pashpirti është gati mbi 750 faqe, prandaj ne jemi munduar rezumen, kajmakun, po e kodit etik ta përmendim për herë të parë ndoshta në gjuhën shqipe, po opinionit ton të gjerë. Nga burojnë ato burimet obligative të kodit etik? Ka. Gjithmonë kanë qenë 2 burimet. Edhe aje këtë e vërteton, në sistemet perëndimore, forca legjislative, ligjore, njerëzore, është ajo forcë ligjore, njerëzore, legjislative e qeverisë. Qeveria ka marrë këto vendime. Ministria punëve të brendshme, Ministria punëve të jashtme, urdhra të prera që sipas kushtetutës së çdo vendi, të çdo qeverie, po do thotë atë forcën që e ka ligjore, nga aty buron do thotë ky urdhër. E gjatë historisë njerëzore dhe tash në kohën moderne, dhe dietarët e perëndimit, si ata krishterë, apo hebrej, apo grek e hershmit, po pa ligj obligativ nuk arrihet edhe paqja dhe as siguria dhe as qetësia. Dhe kjo është shumë normale, që edhe ne pajtohemi këtë pjesë, pa ligj nuk ka paqe, nuk ka qetësi, nuk ka rahati. Po, përkundrazi, mundet marrë jeta në kaos, mundet marrë jeta në të llovi, po, secili vepron kryen veti, e kështu nuk ban. Dhe Islami se pranon kështu. Ky ishte burimi i parë. Sistemet perëndimore janë forca legjislative, ligjore, njerëzore. Njerëzit e kanë atë forcë. Po. Dhe numër 2, po, burimi tjetër është, tash këtu len kjo për ne, për muslimanët, forca hynore, forca do të thotë hynore, shpirtërore e fesë islame. Si besimtar që ke besu ti në Allah, e ke besu në një krijues, ke besu në librin e tij, tani ky libër kërkon nga ti dhe nga on që na ti përfillemi urdhrave të tij detajisht dhe pa pritesë, dhe pa ankesa, dhe pa do të thotë ndonjë vonesë, të mos vonohemi,
dhe mos të ankohemi, por me një herë të përfillemi këtyre urdhrave që Allahu xhaleshanuhu i ka shpallë në Kur'an. Tani, a mjafton me kaq, na sot jemi musliman, shushur Zotit edhe e kemi Kur'anin para durëve tona, mirë pa mjafton këtë forcë hyjnore, ligjore të Allahu xhaleshanuhu, a mjafton vetëm ashtu? Jo, nuk mjafton. Po duhet edhe këtu të bizotroj ligji i atij shteti islam apo i atij vendi ku dominojnë apo ku jetojnë muslimanët. Prandaj, besimi shpirtëror, besimi forcës hyjnore, do thotë, në zemrat tona, besimi ynë në Allahun xhaleshanuhu, kjo forcë shpirtërore brendshme, kjo është burimi jonë që duhet të sillemi me kodin etik të Kur'anit, që na shtyn, po edhe ligji, se ka dikush ndoshta edhe nuk e përfill këtë ligj, Allahu xhaleshanuhu nuk e respekton rregullat islame, e për atë person duhet të jetë ligji legjislativ, ligji që i forcon dhe i urdhëron të tjerët që të punojmë ashtu si don Kur'ani. Dhe mu për këtë qëllim në Kur'an, Kur'ani, tash dietare profesori do thotë, ka përdorur terma shumë që ka të bëjnë, do thotë, me domethënien obligative për implementimin e kodit moral etik. Urdhra, ka shumë në Kur'an urdhra, awamir, wa nawahi, i thënë në gjuhën arabe. E për këtë çështje do thotë tani, këtu ne kuptojmë që këto urdhrat për me pas efikas, domethënë me pas efektin e tyre, me pas bereqetin e tyre, tek populli, duhet që edhe me ligj, të aktivizohen dhe që populli të punojë sipas tyre. Këtu tani vim të çështja tjetër të burimet fetare, islame, obligative të modit moral, modit të kodit etik, të burimet fetare, do të urdhra, ka i marrim na, i kemi këtu 4 baza kryesore që do të thotë janë në konsensus, në pajtim me gjithë dietarët e besimit islam, është numër 1 Kur'ani, libri i Allahu xhaleshanuhu, detalet që aty burojnë nga ai ky libër, këto detalet e këtyre i kodit, pastaj çka nuk gjejmë diçka në Kur'an, çka nuk gjejmë diçka, referohemi në sunnet të pejgamberit alayhis salam në fjalët e tij, kur themi sunnet, këtu ne kuptojmë 3 gjëra kryesore të sunnetit apo në terminologjinë e hadithit, si komentohet sot edhe në fakultetet të shariatit të shkencave islame, nën kuptohen fjalët e pejgamberit ton alayhis salam, nën kuptohen veprat e tij, që ai ka bërë, po dhe nën kupton këtu fjala sunnet edhe pëlqimet dhe pajtimet e tij, kur në një rast të thotë, kur 2 shokët e tij apo 2 grupe të muslimanëve kanë vepruar një punë, do thotë njëra palë ka vepruar ndryshe, njëra palë tjetër, pastaj ju kanë referuar pejgamberit ton alayhis salam, për këto çështje, për me pre gjykatën, do thotë për me pre fjalën përfundimtare dhe me cili grup dhe cila palë ka qenë më e drejtë, shumicën e rasteve pejgamberi alayhis salam është pajtuar me 2 palë. Kësa i thënë në gjuhën arabe, do thotë taqriratuhum, pajtimet e pejgamberit alayhis salam, në këtë raste, edhe kjo futet, do thotë, në domethënien e sunetit. Do thotë fjala sunet ngarfen në vete të 3 kuptime. Fjalët e pejgamberit, veprat e tij dhe pajtimet e tij, pëlqimet e tij për raste specifike kur ka pas, domethënë, një rast konflikt apo diçka tjetër mes 2 palëve. Ky është burimi i dytë. Burimi i tretë e kemi konsensusin, pajtimit të një zërit të dietarëve islam rreth një çështje, do të thotë rreth një dileme që ndoshta është e re për ne, Kur'ani nuk e ka trajtuar as direkte, as në mënyrë indirekte, as tërthorazi këtë çështje, po as edhe në kohën dhe historinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam nuk është trajtuar kjo çështje. Janë, do thotë, i thënë gjuhën arabe, shkencën e jurisprudencës islame thënë nawazil, problemet e reja, të shpallura, të zbritura, do thotë,
el mustajaddat dietar në këtë çështje, të gjithë janë në mendimit se nusus shar'a, tekstet fetare leha nihaje, kanë kufi, janë të përcaktuara sa tekste fetare kuranore kemi. Mirë po meshakil wal mustajaddat, problemet, por jedhojat e reja, problemet e reja, leset leha nihaje, ma leha nihaje. Nuk ka dhe thot fund për problemet reja. Çdo kush, çdo gjenerat, Allah quhet me problemet reja, do thot me krizat reja. Prandaj është obligimi i dietarëve që të bëjnë konsensus, të pajtohen, të diskutojnë dhe të binë marrin vendime të prera për këtë çështje serioze. Fjala vjen po çështjet, problemet të reja tani, sikurse është çështja e klonimit, sikurse çështja e kozmetikës, operacioneve të ndryshme në trup, në fytyrë, po sikurse çështja e transplantimit të organeve të trupit, të donacioni organeve, e tjera, janë probleme të reja aktuale, fetare, që janë, domethënë, dietarët këtu kanë dhënë mendimet e tyre. Ky është burimi i tretë. Dhe burimi i katërt është edhe analogjia islame, po do të thotë el-Qur'anu was-sunnatu wal-ijma', konsensusi el-ijma' në arabisht, wa el-qiyas edhe analogjia islame, po në rast se nuk kemi argumente as në Kur'an, diçka direkt, as në sunnet, as në konsensus, atëherë dietarët do të bëjnë përpjekje, bëjnë hulumtime, po edhe mundohen me bë studime komparative, me krahasuar do të problemin e çfarë po ballafaqohemi, natyrën e problemit, çfarë ngjashmëri ky problem ka me atë problemin që është përmendur në Kur'an, ku bashkangjitet, ku përputhet, ku dahet. Këti studimit, detajisht me bahithul illa wal qiyas, është një prej temave më të rëndësishme dhe më komplikative në jurisprudencën islame. Çështja e analogjisë islame dhe do thotë çështja e shkakut të problemeve. Këto ishin do thotë burimet e etikës islame, 4 burime do thotë që i ka përmend edhe dietari profesori doktor Muhammad Abdullah Darras. Ndërsa në Kur'an i kemi këto ajetet të parajush, i kemi shumë ajete, po unë kam përzgjedh vetëm nga një ajet, sa i përmend shumë ajete, se po flet tani për kodin, po flet për kushtetutën. Një prej ajeteve do thotë që na jemi të obliguar të punojmë sipas kodit kuranor. Allahu xhela shanu ka thotë: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية 2. من يطع الرسول فقد أطاع الله. Që në përkthim, sadakallahu alazim, që në përkthim për Zotin tënd, ata nuk janë besimtar të asaj që të zbritja Allahu tyje, as të asaj para teje, nuk janë besimtar të drejt, derisa të mos zgjedhin ty për të gjykuar në atë konflikt mes tyre. Domethënë, nuk je besimtar i drejt përderisa nuk ju referohesh pejgamberit alayhis salam si gjykatës për me zgjedh konfliktin çka ju jeni duke u ballafaqua apo çka keni mes veti. Duhet atij mi u referu, pejgamberit alayhis salam. Kur gjykon pejgamberi alayhis salam pas gjykimit të tij, po të mos ndjen pa kënaqësi nga gjykimi yt. Pa marr parasysh tash gjykatësi islam apo pejgamberi alayhis salam ka me gjyku për një palë që është ndoshta jo në favor të palës tjetër. E të dy palë, si ajo që ka gjykuar në favor të tij dhe si ajo në favor të saj, dhe si ajo e cila ka gjykuar kundër favor të saj dhe të palës tjetër, të dy palët duhet të jenë të kënaqur. Të dy palët duhet ta mirëpresin këtë urdhër të Allahu xhalla shanu. Po, dhe të jenë të sinqert dhe të bindet me këtë gjykat, me këtë dhe thot gjykim. Edhe njëherë dhe thot nuk jenë besimtar të drejtë, përderisa nuk të referohen tyje për të gjykuar për konfliktet e tyre. Dhe ti kur gjykon pastaj,
pa marrë parasysh se kujt i del pozitivisht apo negativisht, po vendimi gjyqësor, të dy palët duhet të jenë të kënaqur në zemër dhe mos të ndinë jo pa kënaqësi, mos të ndinë keq diçka, po të pajtohen me vendimin dhe me gjykimin e Allahut apo të pejgamberit alayhis salam. Ajeti i dytë, kush i bindet pejgamberit, kush i nënshtrohet urdhrave të tij, ai është i bindur edhe Allahu xhaleshanu, se pejgamberi alayhis salam po është edhe autorizuar nga Allahu xhaleshanu me leje të Kur'anit për me e komentua dhe interpretua Kur'anin dhe me predikua fejen tek populli. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ta kemi zbrit tyje po Kur'anin, një prej emrave të Kur'anit është edhe dhikr, se Kur'ani ka shumë emra, po el kitab, el Furqan, el Kur'an, po një ndër ta është edhe dhikr, po ta kemi zbrit tyje Kur'anin që ti po predikosh të tjerëve atë çka Allahu ta ka zbrit tyje. Ndoshta ata po logjikojnë pak dhe vinë rrugë të drejtë. Ajete tjera, këtë çështje Allahu xhaleshanu po thotë wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun. Ajeti tjetër, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lir-rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Po, sadaqallahu al-azim, që në përkthim dhe respektoni të dërguarin e Allahut në mënyrë që të mëshiroheni, dhe respektoni urdhër. Ajeti tjetër, o ju që besuat, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ata ju ftojnë juve, ju thrasin juve për atë që ju jetson, ju jep shpirt. Po, ju jetson. Nëse ju përgjigjeni thirrjes së Allahut dhe pejgamberët e tij, kjo përgjigje, ky nënshtrimi juaj është jetë për ju, forcë shpirtërore. Po, istajibu lillah wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Po ju thret juve diçka më ju ngjall, më ju përforcu. E jo më ju bë pasiv apo më ju vdek, po mirë po më ju ngjall dhe më ju bë aktiv. Po. Këto ajetet që i përmendëm janë disa prej ajeteve dhe burimeve kuranore, do thotë hynore që kodi etik e merr, po është legjitim dhe e merr legjislativitetin, po do të thënë aspektin ligjor, legjislativ e merr nga këto ajete që i përmendëm. E dietari apo profesori ka përmendur shumë ajete tjera, po këta do thotë na mjaftojnë neve për me na qartësua, do thotë temën se çka po flasim. Ndërsa suneti i pejgamberit alayhis salam e kemi treguar edhe emisionin në pjesën e parë, jemi dërguar nga Allah për ta përsosur moralin. Besimtar me besim të plotë janë ata cilët kanë moral dhe etik më të mirë dhe më të përsosur. Dhe më i miri prej jush është ai i cili është sillet më mirë me familjen e tij dhe me gruan e tij. Më së shumti që peshon në peshorën e muslimanit ditën e gjykimit, ditën e kiametit, është morali i mirë, etika e mirë. Personi me moral të mirë arrin shkallën e një njeri i cili falet dhe që agjeron. A dëshironi t'ju tregoj se cili prej jush është më i dashur të kun dhe që do të jetë më afër meje ditën e gjykimit? Sahabët e pejgamberit alayhis salam i thanë, po ja Rasulullah. Pejgamberi 2-3 herë përsëriti këtë pyetje, ata një zërit u përgjigjen, po ja Rasulullah, atëherë thaj, ai i cili është me moral të mirë, ai do të jetë më afër meje në ditën e gjykimit. Po. Besimtar dhe shok, në gjuhës së ndershëm, me këtë vim në fund të pjesës së parë të hyrjes dhe përmbajtjes të këtij libri madhështor, të këtij dietari dhe reformatorit islam Muhammed Abdullah Darraz, e inshallah tani në pjesën e dytë do të shohim tani për kodin etik individual, po vetëm te pika e parë të urdhëresat. Po. E për ndalesat edhe parimet e tjera do të shohim më vonë inshallah në emisione tjera. Ju lutem tani me një pushimin e pauzën e ai të bukur, mos shkoni larg, shihemi pas pak inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum salam, faleminderit shumë doktor për këtë
pjesë të parë të programit, ndërsa ju të nderuar dëgjues rini me valët e radios së Dituria Islame, vazhdoni të na ndiqni, do të bëjmë një pauzë fare të shkurtër me Ilahi nga studio dhe I mirpresim sigurisht edhe pyetjet tuaja, pyetjet të cilat ju do të keni mundësi t'i drejtoni në +383 44 88 698 në Viber e WhatsApp dhe po ashtu edhe adresa Skype-it është Radio Dituria Islame. Pyetjet do të përpiqemi që në fund të trajtimit të temës të ju japim përgjigje. Ne do të bëjmë një pauzë të shkurtër me Ilahi nga studio. Kthehemi pas pak çastesh në pjesën e dytë të programit.